impulsivitetit të tepër, probleme në respektimin e rregullave të të përbashkët. Pastaj konflikte të vazhdueshme me familjen dhe shkollën, andaj edhe familja nuk ka qenë e vetëdijshme ndoshta se në këtë rrugë fëmija i vet. Kemi të bëjmë edhe me përdorim të substancave të shumica tyre, mos qoftë substanca, përdorim i duhanit apo ndonjë lloj qetësues apo si medikamente të tjera. Dhe të gjithë e përbashkëta është që janë të varur nga teknologjia dhe rrjetet sociale. Në shumë raste këto sjellje nuk po lindin papritmas, por janë rezultati një procesi të gjatë të neglizhencës emocionale, të mungesës së mbikëqyrjes prindërore, ndikimi negativ i grupit shoqëror dhe i rrjeteve sociale, dhe mungesë të ndërhyrjes së hershme. Mirë po ajo që e vrim shpesh është se prindërit kërkojnë ndihmë vetëm atëherë kur problemi është bërë shumë i madh, është publik apo ka qenë i natyrës që ka shkaktuar dëm të dikujt tjetër. Ndërkohë shenjat paralajmëruese kanë qenë të pranishme prej vitesh tek fëmijët e tyre, por nuk janë vënë re ose janë minimizuar gjithmonë. Mirë, Azran, ke pas raste nga përvoja personale si avokat, ke pas raste të tilla? Po kemi pasur raste. Keni dëgjuar dhe nga kolegës, si trajton, sepse me sa duket ky nuk është një fenomen i izoluar, një rast i izoluar, por është duke u kthyer në një fenomen. Ajo çka e bën më të dhimbshme dhe me pasojë më të mëdha këtë fenomen është bullizimi publik ose qëllimi që e njëjtat publikohen në rrjetet sociale. Në rastet që i kemi pas dhe kanë qenë ajo që mund të them dhuna tradicionale që trit miturit rrihen për shkak të impulsivitetit të adoleshencës, për shkak për nevojës për dominim, për shkak për nevojës, domethënë për me përforcu statusin e tij në rrethin e shkollës ose shoqënisë, ka ndodhur shpesh janë përfshin rraje. Mirë po, çka e rëndon është bullizimi publik. Pra, kjo bëhet qëllimisht që me mjetet digjitale, pra me telefon, me u publiku dhe me u pushnu publikisht. Kjo e rëndon situatën. Sepse në raste të tilla, kur për shembull pasojat kanë pasur karakter personal, fizik, ndoshta edhe psiqik dhe shpirtëror, mirë po, kanë qenë të kufizuara, kanë qenë të jo të përhapura, pra është mbyll shumë shpejt çështjan mes prindërve ose mes shkollës, atëherë jehuna e incidentit nuk ka marrë shumë dhënë. Kurse në këtë situatë është problematike sepse jehuna merr dhënë në gjithë troje shqiptare, ndoshta edhe në botë. Dhe çka sjell kjo? Sjell një mori pasojash, sjell izolimin e fëmisë, sjell humbjen e moralit edhe dëshirës me shku në shkollë. I bjen përkushtimi për mësim, bjen në një gjendje ankthi, ka një krizë emocionale dhe psiqike. Edhe rrjedhimisht kjo sjell atëfar izolimin dhe mbylljen vete graduale të fëmisë, që do të një punë shumë e madhe e shkollës, e prindërve dhe psikologëve për me kalu. Kjo është një fenomen modern dhe si tillë duhet trajtohet me masat e kohës, që mendoj që ka studime të UNESCO-s që prindrit, shkolla nuk do të mbyllin këto raste, po do të reagojnë shpejt, do të ketë mekanizma sigurisë në shkollë, do të ketë denoncim anonim të rasteve, do të ketë mundësi që menjëherë shteti dhe shoqënia të reagojë duke eliminu këto video, sepse ndjenjat e turpit publik janë shumë atë rënda të fëmija se sa ndoshta 10 shuplaka ose 10 grushta cilat i ka marrë para 3 muajve. Pra, edhe ata që xhirojnë, nikosisht janë të involuar, të implikuar. Absolut, përgjithësia është, ajo është në bashkëkryrje. Ata i kanë dhënë detyrat. Avokat, si gjykohen pra? Gjykohen, tash gjykata normal i merr rrethonat secilin pozicion të secilit kryrës, e analizon shkallën e përgjegjësisë dhe pjesëmarrës. Mirë po përderisa ai po inqizon, ai ka një detyrë, dikur do të me krya detyrë. Kështu që ai është bashkëpërgjegjës në të njëjtën shkollë sikurse vajza tjera. Duke marrë parasysh edhe moshat, kemi një 19 vjeçare që është e përfshirë në rastin e Shqipërisë. Cili është dënimi që mund të marrë ajo? Çfarë ligjesh ka? Dënimin do të tregoj drejt, nuk e di se përmendsh, nuk e di në Shqipëri sa parashihet deri në sa, domethënë lartësia e dënimit me burgim apo me gjob. Mirë po në Kosovë për këto vepra mund dënohesh deri në 3 vjet. Sepse ku mund të ketë lëndim të lehtë, varësisht nga nivel, mund të jetë sulm,
dhe dënor deri në 3 vjetë. Nësër ndaj viktime së ndjeshme, po që këtë ras është viktime ndjeshme edhe kryesi,